Strukturat e policisë në Durrës në bashkëpunim me forcat të shqiponja kanë zhvilluar një aksion me qëllim ndalimin e shtetasve që tentonin të shpërndanin lëndë të narkotike në afërsi të shkollave dhe në ambiente të tjera që frekuentohen nga të rinjt. Pas hetimeve disa mujore, policia ka ekzekutuar 17 masa të sigurisë, konkretisht për 13 shtetas u ekzekutuan masa e sigurisë arrest në burg, për 4 shtetase u ekzekutua masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa një shtetas u shpall në kërkim. Këta shtetas banues në Durrës, Kavaj, Shijak dhe në fshatrat e njësive administrative Suk, Thmanz dhe Xhavzotaj, akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin më shumë se një herë kanë kryer veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve në afërsi të shkollave në Shijak dhe në Manz. Gjatë operacionit, forca e policisë kanë sekuestruar sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike, heroin, kokain dhe kanabis sativa, 2 pistoleta dhe 1 kalashnikov, shumë të konsiderueshme parash, automjete dhe celular. Materialet procedurale për rastin ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.